si kur unë mos të kisha fëmijë biologjik, 100% jam e sigurt që do ta adoptoja. Dhe në këtë rast, them, për ato nuk do t'i kursej çiftet që nuk kanë fëmijë, sepse në këtë botë ka shumë fëmijë që menzi presin që dikush t'i shtri duar drejt tyre, që t'ja ofrojnë një ngrohtësi, sepse fëmija ytë është ai që ta jepi në dorë në maternitet dhe besoni sikur të kishin bërë ndonjë gabim dhe të ma shtrinin cilin do fëmijë, unë do ta pranoja se ishte fëmija im. Fatmirësisht nuk ndodhin këto gabime, edhe pse nuk është që s'ka ndodhur ndonjëherë, dhe them që fëmija nuk është ajo sa e mban ti në barkë gjatë shtatzënësisë, është natyrshëm që ki disa ndryshime, por dashuria e vërtet është kur e merr një fëmijë në duar. Kur ja shtrin dorën, kur kujdesesh, ajo dhimbja dhe vujtja kur ka temperaturë, kur smuhet, gëzimet e shkronjave të para, shkolla, tjera gëzime, dhe unë për atë i flas për fëmijë, sepse sinqerisht asnjëherë nuk do të krenuesha në raste tjera me fëmijë, sepse mendoj që sot ka mënyra edhe tjera që të kemi një fëmijë. Edhe shkencore, shkenca ka ecë përpara dhe adoptimi në anën tjetër, fëmijë që nuk kanë prind, nuk është asgjë ta gëzojmë dikën, t'ja ofrojmë një ngrohtësi familjare. Dhe jetës mandej nuk i dihet. Ne nuk lindim që fëmija im të kujdeset për mu. Nëse fëmija im ka arrit aq dashuri që kur unë do t'jem në nevojë të vi të kujdeset për mu, unë do t'jem falënderuese. Dhe djali është një djalë shumë i mirë, është një djalë, tash po them, vjen mirë që veç fjalë mira dëgjoj për të, një djalë që ka përfundu 2 magjistratura, vajza e ka kry fakultetin juridik, është një vajzë që doja dëshiroja secilës nën. Prandaj me humbjet që i kam pas, i kam kompenzu shumë me dashurinë e 2 fëmijëve të mi. I ke pas afër për gjithçka, cilit kanë gjamë shumë? E tash, hajde sinqert. Kemi 100% të ndarë, djali ka unë, vajza më shumë ka baba e vet, ka Sehari. Vajza është shumë e vendosur, është precize, principielle, është ma shumë menaxhere, është juriste, po është mundet me menaxhu me një kompani, aq është e djali, është studios, është në kuptimin sione, do me thonë, diplomat është i lindur për diplomaci. Nuk isha dashur politik. Më shumë është për diplomaci, është duke garu në një garë për federalistët e rinj evropian, është pjesë e një rjeti të të rinjve evropian, është duke garu në, po i thome, Elion, si e ki njës këtë garë për Kosova, nuk është ende as pjesë e BE-s, e ki vështirë, po e ka atë guximin, jo do të provoj, sepse unë jam pjesë e Xhefit dhe unë kam drejt që dikush nga Ballkani Perëndimor dhe është përfaqësuesi i Kosovës dhe Shqipërisë, sepse është antarësu gjatë studimeve në Tiranë, në federalizmin evropian, dhe ka një guxim që po, edhe veç mos më pengas, se s'ki nevoj me ndihmu, adin edhe një famyre pak a shumë jemi duke shku në ashtu.